Do të merrni pjesë në seancën konstituimit të Kuvendit? Jemi në takim të grupit parlamentar dhe jemi të diskutu tash, kemi takimin e përbashkët me kolegë deputetë, me kryetarin. Keni informacione janë procesuar brenda sepse zonja Axhiu thotë që nuk janë procesuar në nënshkrimet për seancë të jashtëzakonshme në Kuvend? Nuk kam informacione. Ne kemi qenë deri në orën 12 natës, kemi prit nëse pjeken kushtet për më mbajtë seanca, po e keni pa që dyert e seancës plenare kanë qenë mbyllura dhe kushtimisht ka qenë e pamundur që zhvillohen punimet e seancës dhe përpjekjet tona kanë qenë të pakuptimta. Faleminderit shumë. Do të pasur parasysh që do të thonë tashmë ka përfunduar edhe afati kushtetuesa, do të duhet të lënë nga ana e Partisë Demokratike në gjykatë kushtetuese, pasi që Albulena Axhiu tha që kushdo që ka dyshime në lidhje me këtë seancë le ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Ato ta besoj që keni qenë mbram në hallin e Kuvendit kur kryetari i partisë zoti Hamza është deklaruar lidhur me zhvillimet nëse Partia Demokratike e Kosovës do ta çojë lëndën gjykatë kushtetuese ose jo, gjitha mundësi do të jenë të hapura, ne do të shqyrtojmë modalitetet, sepse e tham që me që dje ka përfunduar edhe afati kushtetues, kjo shihet qartë azi që është shkelje e kushtetutës, paçka se s'ka sanksione dhe duket që partia që ka marrë numrin më të madh mandateve po e shfrytëzon këtë hendek me që nuk ka kushtetuta s'flet për sanksione në rast se nuk respektuohet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ne do të shohim të gjitha modalitetet, por nuk do të lejojmë që institucionet e vendit të shndrohet në veprime të cilat janë veprime anarkike, e cilat ne kemi pa edhe më herët. Pra nuk është asgjë e re që vetëvendosja shkel kushtetutën sepse në mënyrë sistematike ka bërë një gjë të tillë tash e sa kohë. Faleminderit shumë.